Përshëndetje nga Washingtoni në mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore. Me kënaqësi konstatoj se ndam të njëjtat pikpamje me Fondin Monetar Ndërkombëtar lidhur me perspektivat e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Rritja ekonomike ka rezultuar e qëndrueshme dhe parashikimi për rritjen ekonomike në afatin e mesëm mbetet rreth niveleve 3.5%. Shqipëria e ka fituar luftën kundër inflacionit. Inflacioni është në nivelet e tij më të ulta që prej fillimit të luftës në Ukrainë. Kjo është rezultat i politikës monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë, si dhe i presioneve inflacioniste që kanë ardhur nga mbiçmimi i kursit të këmbimit. Ne diskutuam lidhur me modernizimin e sistemeve të pagesave në mbledhjet e takimet që patëm me Bankën Botërore. Me kënaqësi ndam të njëjtën pikpamje që Shqipëria është në rrugën e duhur në drejtim të modernizimit të sistemeve të pagesave, të digitalizimit të sistemit bankar dhe të përfshirjes në sistemin evropian të pagesave SEPA. Shqipëria ka bërë hapa progresiv në këtë drejtim dhe pritshmëritë tona janë që së shpejti ne do të pranohemi në sistemin evropian të pagesave SEPA. Me Bankën Qendrore të Italisë zhvilluam takime lidhur me implementimin e një sistemi pagesash që është kloni i TIPS-it, sistemi evropian i pagesave për pagesat e shpejta të kryera brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Në këto takime, së bashku me guvernatorët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ne koordinuam punën në mënyrë që të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor së bashku me Shqipërinë të implementojnë sistemet moderne të pagesave të përdorura sot në Eurozonë.